koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99%-shit dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. I bëjmë thirrje të gjitha odave dhe bizneseve të fillojnë të mendojnë në mënyrë të mençur për eficiencën dhe optimizimin e shfrytëzimit të energjisë. Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë bizneset që modernizohen dhe investojnë në eficiencë të energjisë në të mirë të tyre, të shtetit e të qytetarëve. Qeverinë e Republikës Kosovës, mua si kryeministër, na kanë partner, ne jemi të gatshëm dhe shumë të interesuar për dialog, për zgjidhje.